Mosmarrveshja brenda Partisë Popullore Republikane CHP është ndërruar në një provë të legjitimitetit politik për partinë më të madhe opozitare të Turqisë. Përplasja mes kampeve të Ozgur Özel dhe Kemal Kılıçdaroğlu nuk ka të bëjë më vetëm me kontrollin e drejtimit të partisë, por edhe me orientimin e saj strategjik pas rezultatit të fortë në zgjedhjet vendore të vitit 2024. Komentet e para publike të presidentit Recep Tayyip Erdogan në këtë çështje synojnë ta paraqesin situatën si një problem të brendshëm të opozitës. Megjithatë, konflikti tashmë ka marrë për masa më të gjera politike dhe institucionale. Rezultati i diskutimeve për një kongres të jashtëzakonshëm pritet të ndikojë jo vetëm në balancat e pushtetit brenda CHP-s, por edhe në dinamikën më të gjerë të konkurrencës politike në Turqi përpara ciklit të ardhshëm zgjedhor. Këto zhvillime nxjerrin në pak krizën më të thellë të brendshme që CHP ka përjetuar në vitet e fundit, në një kohë kur partia po përpiqet të shfrytëzojë vrullin politik të fituar pas suksesit në zgjedhjet vendore të vitit 2024. Në qendër të situatës ndodhet një vendim gjykate që vën në dyshim legjitimitetin e Kongresit të 38 të rregullt të CHP-s. Ky vendim ka rindezur përplasjen mes kryetarit aktual të partisë Ozgur Özel dhe ish-kryetarit Kemal Kılıçdaroğlu. Kampi i Özel argumenton se drejtimi politik dhe udhëheqja e partisë duhet të përcaktohen vetëm nga vullneti i delegatëve dhe organeve të partisë, ndërsa zhvillimet e fundit kanë nxitur aktivitet intensiv në të gjitha nivelet e organizimit partijak. Deklarata e parë publike e presidentit Erdogan pas vendimit të gjykatës i ka dhënë debatit një dimension të ri politik. Presidenti turk deklaroi se tensionet brenda CHP-s nuk e shqetësojnë qeverinë, duke theksuar se një konflikt që ka kaluar nga sallat e Kongresit në sallat e gjyqit betet një çështje e brendshme e opozitës kryesore. Sipas Erdoganit, qeveria as nuk ka pasur dhe as nuk ka aktualisht ndonjë rol në procedurat përkatëse, duke kërkuar të distancohet nga konflikti politik dhe juridik. Ndërkohë, qeveria dhe Partia për Drejtësi dhe Zhvillim AKP hedhin poshtë akuzat për ndërhyrje politike në sistemin gjyqësor, duke argumentuar se procedurat përkatëse po zhvillohen përmes kanaleve ligjore të përcaktuara. Megjithatë, debati mbi kufit mes proceseve gjyqësore dhe zhvillimeve politike vazhdon të ushqejë diskutime të forta në opinionin publik. Në këtë sfond, 111 deputetë të CHP publikuan një deklaratë të përbashkët ku kërkojnë mbajtjen e një kongresi të jashtëzakonshëm më 12 korrik. Nënshkruesit argumentojnë se vetëm një vendim i ri dhe i qartë nga delegatët e partisë mund të rivendosë plotësisht legjitimitetin e udhëheqjes dhe të japë fund pasigurisë së zgjatur që ka përfshirë partinë. Ata paralajmërojnë gjithashtu se vazhdimi i konfliktit mund të krijojë sfida të tjera politike dhe organizative për CHP-n. Përçarjet e brendshme reflektohen edhe në asamblenë e partisë. Sipas raportimeve të mediave turke, 28 antar mbështesin mbledhjen e menjëhershme të një kongresi të jashtëzakonshëm, ndërsa 21 antar kundërshtojnë një hap të tillë. Në të njëjtën kohë, një grup i 3 zyrtarësh të partisë po përpiqet të ndërmjetësojë mes palëve, duke promovuar dialogun dhe uljen e tensioneve. Mosmarrveshja ushtri edhe në Asamblenë e Madhe Kombëtare të Turqisë, ku lindën kundërshti lidhur me mbajtjen e mbledhjes së grupit parlamentar të CHP-s. Mospërfshirja fillestare e fjalimit të planifikuar të Ozgur Özel në agjendën zyrtare të parlamentit nxiti një debat të ri politik mbi atë se kush ushtron realisht përfaqësimin politik dhe parlamentar të partisë. Pas ndërhyrjes së grupit parlamentar të CHP-s, mbledhja u përfshi përfundimisht në programin zyrtar, ndërsa Özel këmbguli se vazhdon të gëzojë legjitimitetin institucional të nevojshëm për të ushtruar detyrat si drejtues i grupit parlamentar. Rëndësia e këtyre zhvillimeve shkon përtej çështjeve të brendshme të partisë. CHP doli si forca kryesore politike në zgjedhjet vendore të vitit 2024, duke arritur suksesin e saj më të madh elektoral kundër AKP-s në 2 dekadat e fundit. Për këtë arsye, kohezioni i brendshëm dhe stabiliteti politik i partisë konsiderohen gjerësisht si faktor kyç për formësimin e ekuilibrave të ardhshëm politik në Turqi. Në të njëjtën kohë, Ozgur Özel u përpoq ta paraqiste qëndrimin e partisë edhe para opinionit ndërkombëtar. Në një artikull të botuar në revistën amerikane Newsweek, ai argumentoi se kriza demokratike në Turqi mund të shihet më vetëm si një çështje politike së brendshme ose të drejtave të njerëzit, por lidhet drejt për drejt me stabilitetin e Europës, NATO-s, rajonit të Detit të Zi, mes dheut lindor dhe lindjes së mesme. Ai argumentoi gjithashtu se presioni ndaj opozitës është shtuar pas zgjedhjeve vendore të vitit 2024 dhe i lidhi zhvillimet gjyqësore me një debat më të gjerë mbi funksionimin e institucioneve demokratike në vend. Këto zhvillime sugjerojnë se lufta e brendshme në CHP nuk kufizohet më vetëm në një garë për drejtimin e partisë, por lidhet gjithnjë më shumë me identitetin strategjik të opozitës turke. Pyetja kryesore është nëse partia do të arrijë të ruajë vrullin politik të fituar pas zgjedhjeve vendore në një kohë kur kohezioni i saj i brendshëm po vihet në provë nga zhvillimet të njëkohshme politike, organizative dhe gjyqësore. Periudha e ardhshme pritet të jetë vendimtare për CHP-n,
pasi nismat për mbajtjen e një kongresi të jashtëzakonshëm, ndryshimet në balancat e brendshme dhe ecuria e proceseve gjyqësore ka të ngjarë të përcaktojë jo vetëm udhëheqjen e partisë, por edhe rolin e ardhshëm të forcës kryesore opozitare në Turqi, në një mjedis politik gjithnjë më të polarizuar. Rezultati i kësaj përplasjeje mund të ketë pasoja më të gjera për konkurrencën politike mes qeverisë dhe opozitës në vitet që vijnë.